Për projektet e parapara në arsim në programin për aktivitetet e komunës së Gostivarit nga sfera e arsimit për vitin 2015, janë parashikuar mjete financiare në buxhetin komunal në vlerë prej 11.600.000 denar. Sipas së tjera, shpritet të përfundojnë punimet në sallën e gjimnazit në Gostivar, rekonstruimi i shkollës fillore Gjon Buzuku në fshatin Stajan, si dhe ndërtimi i çatisë së re në shkollën fillore Liria. Bazuar në programin për aktivitetet e komunës së Gostivarit nga sfera e arsimit për vitin 2015, ndër investimet kapitale në arsim, është parapar dhe mbarimi i punimeve në sallën sportive të shkollës së mesme komunale, rekonstruimi i shkollës fillore Gjon Buzuku në fshatin Strajan, si dhe ndërtimi i çatisë së re në shkollën fillore Liria. Për këto projekte dhe investimet e tjera të parapara në programin për aktivitetet e komunës së Gostivarit nga sfera e arsimit për vitin 2015, janë parashikuar mjete financiare në buxhetin komunal në vlerë prej 11.600.000 denar. Në arsimin fillor për shërbimet të kontraktuara, transport të nxënësve, shërbimet të kontraktuara dhe shërbimet tjera shkollore, janë ndarë 4.130.000 denar. Për mirëmbajtjet rrjedhëse siç janë mirëmbajtjet e objekteve shkollore, po ashtu janë ndarë 1.150.000 denar. Nga shuma totale dedikuar arsimit fillor, dotacionet kapin vlerën prej 330.859.000 denar, kurse vetëfinancimi 2.598.000 denar. Se për këtë arsimit të mesëm, për shërbimet të kontraktuara, siç është transporti i nxënësve, janë caktuar 6.405.000 denar, ndërsa për mirëmbajtje po ashtu janë ndarë 460 milion denar. Dotacionet për arsimin e mesëm kapin vlerën prej 201.461.000 denar, ndërsa vetëfinancimi nga buxheti komunal 13.191.000 denar.